Me 3 dhe 5 prill në 3 fshatra të Kamenicës ka ndodhur 3 incidente kriminale ku 2 xhami janë tentuar të vidhen, ndërsa e treta është vjedhur. Jemi në xhamin e fshatit Topanicë, ku persona të panjohur kanë thyer dhe dëmtuar kasafortën e xhamis, por se nuk kanë arritur të përvetsojnë diçka. Babai i imamit të xhamis tha se një xhamat ka vrejtur se kasaforta është dëmtuar dhe ka telefonuar më njëherë imamin e xhamis. Gjithashtu këtu vrehet se kasaforta është rregulluar nga xhamia, por se mbrenda kanë qenë diku 5 euro centa dhe ata nuk kanë arritur që të marrin ato. Një xhamatli kishte ardhur pak më herët, edhe kur ka hije ka diktu këtu këtë kasafortën që kanë tentu me thy, s'e kanë thy, çfarë mjete kanë pas nuk e dim. Edhe kanë lënë notën e policinë, ne morëm me renovuma këtë kasafortën e vënum në vend. Nuk ka pas parë. Jënë kanë do diçka të hekrit, sa jënë kanë nuk e dim, ato së një kanë nëzirë se kjo kasaforta e ka një farë, së në kanë mujtë me jek ato, edhe sigurisht nështë ta kanë diktu që po vjenë një gjemat, edhe kanë dalë, e bashkë mi pas, saksi kemi pa, nuk e dim, ku shukon, te ku kanë. Nuk kemi kamerë. Nuk kemi kamerë? Nuk kemi kamerë. Nuk kemi kamerë të vala, asë jenë mëndu, atë duhet në talë mënë mi mëndu. Në lajmin e kemi marë në ramje, sigurisht mas i këndisë ka ndodhja. Dhe këtu s'midhen shumë pare, gjemat ka pak, ata vajnat nuk e këshirin, a ka para, s'ka, se a me di që s'ka ta si shinarë. Nuk e dim edhe na kemi dëgjuar në përmes mjetëve të informimit, mundet me kone edhe ata që janë të interesum, s'di që ka thënë, për ata nuk e di. Po si mas gjasa, mas i dita e njëjtë, kohë e njëjtë, mund me kone. Imami i xhamis ka raportuar rastin në polici dhe tashmë prokuroria është në deni për rastin dhe po heton atë. Nga Topanica jemi në xhamin e fshatit Rrogoqic, ku imami i xhamis kishte raportuar se përmes kamerave ka parë një person të dyshuar i cili kishte hyrë në objektin e xhamis dhe me mjete të forta ka tentuar ta thyë kasafortën e xhamis, por ishte pa sukses. Ai vetëm kishte dëmtuar kasafortën. Ne kontaktuam edhe imamin e xhamis, por se i njëjti nuk deshej të prononcohej për Kosova Press, pasi tha se të dhënat i kishte dhënë të gjitha në polici. Ndryshe nga dy rastet e mëparme, në fshatin Shqipashnis të poshtme, i dyshuari ka hyrë në xhamin e fshatit dhe ka thyrë kasafortën dhe ka arritur të marrë 300 euro cash, ndërsa 6 euro i kishte lënë në kasafort. Çka dalla në këtë xhami është se kasaforta nuk është me kod si në të xhamit e tjera dhe kjo ka qenë më e lehtë për të dyshuarin që ta thej kasafortën. E ka po dikush, unë për veti nuk e kum po, e ka po dikush. I shtyje xhamia edhe i kanë thirrë policin, policia ka ardhur, ka marrë ato masat e veta çka duhet më marr. Policia kanë thonë se 300 euro më kanë. Mbi 300 apo 300, po çu kanë vrejtë, nuk kanë ai dryni që është i rregullt. Edhe kur e kanë po e thyme e kanë çelë ato, kanë këtu 6 euro një kemi kishkonën, çto. E dy tarë që na thëjë ato. Edhe për këtë rast është njoftuar policia nga imami i xhamisë së fshatit. Ndërsa zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani, tha për Kosova Press se i dyshuari është identifikuar nga kamerat e sigurisë, por se është në kërkim nga policia e Kosovës. Policia e Kosovës është njoftuar për 3 raste të vjedhjeve në 3 lokacione të ndryshme që kanë ndodhur në rrethin apo në disa fshatra të komunës së Kamenicës. Në fakt, rasti i parë ka ndodhur në fshatin Shqipashnis e Ulët, ku përgjegjësi i xhamisë së këtij fshati
ka njoftuar policinë e Kosovës se një person tani i panjohur, i cili është identifikuar vetëm se përmes kamerave të policisë, por ende nuk është takuar nga policia dhe është në kërkim e sipër, i njëjti dyshohet se nga kasaforta e xhamisë e cila ndodhet brenda objektit, kjo kasafort është hapur me forcë nga ky person i dyshimt dhe dyshohet se nga aty janë marrë diku rreth 300 euro para të gatshme, të cilat kanë qenë donacioni i xhamisë. Prokurori i shtetit është njoftuar për rastin dhe i ka urdhëruar njësitë të hetimeve rajonale që të hetojnë rrethana dhe sa më shpejt të identifikohet personi i dyshimt. Edhe 2 raste të tjera janë raportuar po ashtu nga imamët e xhamive në fshatin Topanis njëri, ndërsa tjetri në fshatin Rogoqicë. Nuk mund të themi a janë të njëjtit ajo sepse hetimet janë në vazhdim të sipër, por sigurisht se masi që kemi edhe pamje të kamera apo kemi pamje të video ngjizimeve brenda vendi ku ka ndodhur vjedhja, sigurisht se hetimet do të rezultojnë në rezultate pozitive dhe do ta dim a janë personat e njëjtë. Ende nuk dihet sa janë personat e njëjtë që tentuan e grabitën 3 xhamit në fshatrat e Kamenicës.